Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Ona Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini në mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot jemi ditë e mërkurë, data shënon 15 prill për vitin 2026. Me programin e mëngjesit do të jemi patjetër si çdo mëngjes nga ky moment edhe deri rreth orës 9 dhe me rubrikat e përditshme, titullosorët e gazetave për sot, mediat online për gjithë dhe për të marrë zhvillimet e minutave të fundit po ashtu. Do të shohim pak me interes çfarë shkruaj në shtypin e ditës në 15 prill vitit 1997, pas hyroi një vizitë historike e kryeministrit italian të asaj kohe Romano Prodi në Vlorën e trazuar, pra që në një farë mënyrë po mundoi të dilte nga ato ngjarje tragjike të kryesisht marsit të 97-s, edhe që Romano Prodi shoqëroi, pra si trupëroi i tij kishte Zanlica Ushin. Do të komunikojmë së bashku për temën e ditës, do të diskutojmë në lidhje me një ngjarje të rëndë regjistruar dje këtu në kryeqytet, një zjarr masiv pra në një pallat që fatmirësisht pa pasoja në njerëz, por dëme shumë të mëdha dhe ngrep edhe pikpyetje shumë të mëdha po ashtu. Do të jemi gjatë ditës sotme thuajse si çdo të mërkurë me ekspertin për pensionet Kujtim Hoxha, po ashtu parashikimi i modit, parashikimi i yjeve dhe gjithçka tjetër. Përpara se të nisim pasqyrën e shtypit me gazetën Panorama, shohim pak së bashku shumë shkurtimisht çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës sotme. Vjon edhe sot në ditën e tretë edicioni 4 i samitit të diasporës, i cili ka bërë bashkë në Tiranë, qindra përfaqësues nga trevat shqipfolse dhe kudo ku ka shqiptar. Në sloganin Diaspora kthehet në shtëpi, aktiviteti synon forcimin e lidhjeve mes shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit, si edhe rritjen e bashkëpunimit në fusha të ndryshme. Gjatë ditës së sotme janë parashikuar 8 panele diskutimi. Dita e dieshme ishte ajo më kryesorja, me pjesë më të madhe të paneleve të diskutimit për aspekte dhe fusha të ndryshme të përditshmërisë edhe të jetës, ku mbajtin fjalë dhe kryeministri Rama. Sot duke nisur nga ora 9 e mëngjesit, në gjykatën e posaçme do të zhvillohet procesi ndaj kryebashkiakut Tiranës Erion Veliaj dhe të pandehurve të tjerë në kuadër pra të gjykimit të dosjes në themel. Në seancë do të shqyrtohet edhe çështja dhe kërkesat procedurale të palëve të përfshira në këtë proces. Të shohim se çfarë do të prodhojë seanca e ditës sotme për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Sot po ashtu zhvillohet seanca edhe për dosjen Partizani, pra aferën e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani, ku gjykata pritet të shqyrtojë kërkesat për prova. Në këtë çështje Sali Berisha pra akuzohet për korrupsion pasiv në lidhje me privatizimin e ish kompleksit sportiv, ndërsa dhëndri i tij Jamar Bermaltezi për korrupsion dhe pastrim parash. Berisha i ka mohuar akuzat duke cilësuar politike. Sot është seanca e radhës. Në fakt, në një sag që edhe kjo nuk është se po përfundon apo po merr drejtimin e duhur, paktën sa i përket çështjes gjyqësore. Kryetari i Kuvendit mbledh sot Këshillin Rregullor në Mandatet dhe Imunitetin, ku do të shqyrtohet edhe projekt vendimi për disa ndryshime dhe shtesa në rregulloren e Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Ndërkohë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka reaguar duke cilësuar këtë nismë si një akt të paprecedent, ndërsa pak a shumë, le të themi herë e fundit kur është mbledhur Këshilli Rregullor në Mandatet dhe Imunitetin, është shqyrtuar çështja Ballukut dhe kërkesa e SPAK. Mirë, këto dhe tjera zhvillime, patjetër që pritet një ditë intensive, ne më vonë do të kemi mundësi që edhe ta shohim më konkretisht situatën tek pallatet pra në afërsitë të qendrës spitalore universitare në Tereza këtu në kryeqytet, çfarë situate kemi sot edhe banorët në farë ku kanë qëndruar. Dita e dieshme ishte jashtëzakonisht e vështirë edhe problematike, me një zjarr të madh masiv të rënë në fasadën e këtij pallati që më pas është përhapur, ndërsa gjithë ata që na ndjekin dhe që përdorin edhe transportin publik, është bërë me dije gjatë ditës së dieshme që duke filluar nga mëngjesi i sotëm, shoqatat e transportit urban në përgjithësi të paktën edhe këtu për kryeqytetin do të reduktojnë me gati 40% flotën e autobusëve, sepse ende nuk kanë marrë një dakordsi apo një okay, një thirrëm nga Ministria e Përkatëse pra për kërkesat e tyre dhe subvencionimin e naftës. Kështu që do të ketë më pak autobus për transportin publik gjatë ditës sotme dhe në një farë mënyrë themi merrni masat që mos përfundoni vonë në punë apo në destinacion. Nisim pasqyrën e shtypit me gazetën Panorama në këtë moment edhe më njëherë zhvillimi kryesor ka të bëjë me samitin e diasporës, është edicioni 4 e kemi në ekran. Dhe do të fokusohemi më konkretisht. Patjetër, samiti i diasporës, kur të rinjt ikin, shteti ka rënë. Kritikat për emigrimin,
përgjegjësitë për kryeparlamentarin e Maqedonisë të Veriut, Afrim Gashi, zgjedhjet nuk janë matësi reali suksesit të një qeverisjeje, por vendimi i rinisë për të qëndruar apo për të larguar nga vendi. Gjatë samitit të diasporës në Tiranë, Gashi e lidhje migrimin jo me zgjedhje individuale, por me dështime strukturore. Thirrja që askush të mos e konsiderojë veten të amnistuar vendos përgjegjësinë mbi gjithë aktorët publik. Në faqen 4 lexoni më tepër një mesazh dhe një këndvështrim edhe për emigrimin, largimin e të rinjve nga kryeparlamentari i Maqedonisë së Veriut. Ecim më tej, koha e liderëve të konsumuar ka marrë fund. Ideja e Elisa Spiropalit për çmontimin e politikës së vjetër. Çfarë paralajmëroi Spiropali në vitin 2008, pse sot tingëllon më aktuale se kur. Nga një ish-ministre e punëve të jashtme, megjithëse nuk është ndonjë gjatë në detyrë, kalojmë tek mendimi apo qëndrimi një tjetër ish-ministri të punëve të jashtme, që për vërtetës qëndroi goxha gjatë në detyrë, tek Ditmir Bushati. Fundi i iluzionit të përjetësisë, pra fundi i iluzionit të përjetësisë. Mesazhi i Ditmir Bushatit për pushtetin në Shqipëri. Mësimi nga Hungaria, vota ndëshkon propagandën e shfrenuar. Fundi i epokës Orban, ish-ministri i jashtëm, çdo rrëshqitje autoritare përballet me kthim të fortë shoqëror. Në këtë foto që shohim në ekran, janë qytetarët në shesh në Hungari duke festuar fitoren e Peter Magjar pra të opozitës dhe Ditmir Bushati. Lufta me flakët, zjarri shkrumbon pallatin tek kompleksi Arlis pranë QSUNT, pra qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Zhvendosemi ish pronarët, kompensimi veçantë lista me përfituesit, shfaqja, Besa që ndryshoi historinë, rrëfimi përmes dokumentarit. Akuzat ndaj Ibrahim Biçakçiut, gjyqi, si e shpëtoi Myslim Peza, ish kryeministri nga dënimi me vdekje në vitin 1945. Së fundmi, opinionet e ditës, dy janë ato që pasqyrohen në faqen e parë. Nga Ruben Avgjiu mund të lexoni Elliot Engel dhe Hari Bajraktari, një mësim për lobimin shqiptar sot dhe nesër, dhe opinioni nga Vistar Zhiti me këtë titull, kur një popull guxon të ndryshojë, pra kur një popull guxon të ndryshojë. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet në gazetën Panorama në numrin e kësaj të mërkure dhe për datën 15 prill. Jedhemi një sy gazetës Tema, por patjetër me gjithçka pasqyrohet faqen e parë. Zhvillimi kryesor ka të bëjë me zjarrin këtu në kryeqytet dhe ndjekjen pra që psoi një pallat në një kompleks. Zjarri përpin pallatin, 11 persona të lënduar, flakët vihen nën kontroll pas 4 orësh. Në faqen 6 mund lexoni më tepër çfarë ka ndodhur, të tjera detaje nga e njëjta situatë. Renea hapi dyert e. Drejtori i policisë jep detaje nga shkrumbimi i pallatit. Rrëzohen ankimimet, Flamur Noka dhe Elda Hoti nuk do të shkelin në kuvent për aq sa janë, le të themi, dënuar apo pezulluar. Si lobuan klerikët shqiptar në SBA kur ndalua feja në Shqipëri. Kontributet e kardinalit Humberto Medeiros dhe peshkopit Marko Lipe. Rubrika Histori dosier në faqet 10-11. Shohim pjesën e sipërme. SPAK kërkon pushim për 6 raste të shpërdorimit të detyrës për Elvis Roshin. Pra SPAK kërkon pushim për 6 raste të shpërdorimit të detyrës për Elvis Roshin, është ish kryetari i Bashkisë së Kavajës. Andena brenda familjes, tortura e mulit për të uruar fitoren e Peter Magjar. Ditë të vështira në qeli, Ilir Meta flet nga burgu, tualeti ka që në 2024 pa dritë. Nga ky zhvillim, kalojmë tek opinionet e ditës. Mero Bazë shkruan, është edhe qëndrimi redaksional i gazetës Tema. Na ktheni të korruptuarit e vjetër. Pra nga Mero Bazë, na ktheni të korruptuarit e vjetër, një migrant i cili ishte pjesë e samitit diasporës artikuloi një hall në dukje të thjeshtë, por që sot është gangrena kryesore e administratës shqiptare. Ai tha se ka shkuar 10 herë letra në kadastër për të marrë një përgjigje për pronat. Vjoj me opinionin nga Edvin Kulluri, Welcome to the Jungle, pra mirë se vini në xhungël. Mund të lexoni pra në brendësi këtë opinion për të kuptuar eksaktësisht për çfarë bën fjalë. Nxemja në arenën e përplasjes së madhe mes SBA-ve
dhe aleatëve të vendeve udhëheqëse të bërë ICS-s në krahun tjetër duket se po mbaron për t'ia pru rrugë për plasjes së hapur të paktën diplomatike. Nga Frok Çupi, ku shkojshin këta që u lëshuan para zonjës Koçeku? Këto ishin gjitha zhvillimet edhe në gazetën Tema, edhe opinionet e ditës, të cilat mund t'i lexoni të plota në brendësi. E lëm pas edhe gazetën Tema me numrin e kësaj të mërkure për datën 15 prill. Kalojmë në Dita, edhe gazeta Dita si zhvillim kryesor ka ngjarjen e regjistruar pas ditën e djeshme deri në mbrëmje këtu në kryeqytet. Fasada që vrasin për herë të dytë, pra fasada që vrasin, shoqërohet edhe me një foto. Ngjarja e rëndë që rizbulon një nga pikat më të dobta të sigurisë publike në Tiranë. Edhe për sa kohë do vazhdojmë të vendosim pa shpirtësinë e fitimit mbi sigurinë e jetës. Fasada të ventiluara apo kurthe të ventiluara. Dikush duhet të ndalojë babëzinë e ndërtuesve që shesin sa frëngu pulën pallatet fitil, ku estetika e jashtme fshen një rrezik vdekje prurës nga përdorimi i politeranit në vend të leshit të gurit. Më tepër lexoni në faqet 2 dhe 3. Ecim në të tjera zhvillime. Një makabritet burokratik, kur shteti të numëron ditët e pensionit edhe në varr, letra e një vejushe që detyrohet të kthejë mbrapsht pensionin e bashkëshortit të ndjer, ndryshe i mbahet bonusi i varrimit, pensioni i fundit të jetë i pacënueshëm boll me llogari ditësh mbi kufoma. Botimi akademik, Shqipja përballë anglishtes, Kristina Jurgaqi publikon fjalorin e parë të huazimeve, një fjalor për një realitet të ri. Pse anglicizmat në Shqip janë shtuar më shumë se kurrë. Në brendësi pod gazetës Dita mund të lexoni nga Jorgji Kote, diplomat, ultimatumet dështake dhe forca e diplomacisë. Çmimi i naftës reduktohet me 40% transporti publik nga sot, në fakt, edhe kjo është një problem patjetër për qytetarët. Rubrika e shëndetit, sa njerëz janë të rrezikuar nga sëmundja metabolike e mëlçisë. Problemet e mëlçisë dhjamore janë nxitur nga rritja e obezitetit dhe niveleve të sheqerit në gjak. Flasin fatkeqet, dëshmi nga braktisja dhe vetmijet moshuarve. Kujdes shëndeti, 7 barna që nuk duhen pirë me kafen. Debati, sherr, polici, ose më saktë sherr, polici dhe përçarje, Asim Bedalli replikon me shkrimin e drejtuesve të OVP-s, akuzat forta për vendimarrje të mbyllura dhe represion ndaj mendimit ndryshe brenda organizatës së veteranëve. Një analizë për situatën me hipotekat, ma jep mua letrën se ta zgjidh unë, kur shteti nuk funksionon pa i puthur dorën deputetit. Pse për një certifikat në Bulqiz duhet të ndryhy Tauland Balla, Merobaze, zbardh një skem perverse që po ndodh në zyrat e shtetit, na ktheni të korruptuarit e vjetër. Mirë, këto ishin gjitha zhvillimet edhe për gazetën Dita në Fakt, ku zhvillimi kryesor kryeartikulli kishte të bënte pra me zjarrin këtu në kryeqytet, zhvendosemi me gazetën Telegraf, është e radhës, e më pas do të jemi në Panorama Sport. Por shumë gazetën Telegraf, gjithmonë me numrin e kësaj të mërkure për datën 15 prill të vitit 2026. Jashtë i shteti i jep akshit të shpartalluar nga korrupsioni dhe hakerat sekretet e shqiptarëve. Çfarë parashikon nisma 7 milion euro? Çdo qytetar do të ketë një portofol digital ku do të ruhen të dhënat personale, firma elektronike, kontratat, aplikimet, autorizimet dhe jeta ekonomike me fuqi të plot ligjore. Problemi është kush do të administrojë sistemin që do të mbështesë këtë portofol, pasi ajo lidhet drejt për drejt me akshin, që në vitet e fundit është kthyer në simbol të dështimeve në sigurinë digjitale dhe i përfshirë në hetime për tendera miliona eurosh nga SPAK. Ky është i njëjti institucion që u godit nga sulmet e hakerave iranian, duke nxjerrë në publik të dhëna të ndjeshme të shqiptarëve nga pagat e deri tek targat e makinave. Presidenti Amerikan Donald Trump, generali Eric Wendt nominohet ambasadori i SBA-ve në Tiranë, ish kryebashkiaku i New Yorkut, banori më i ri i Tiranës në njësinë 2, njësinë administrative numër 2 në lagjen time.
zjarrit Meron Tiranën, papërgjegjshmëria e individëve dhe mungesa e kolaudimit fasadës nga institucionet shkrumbon kompleksin pengmarrjes si në filma, djemt e bashkëpronarit UBA Bank, ortakut të Eurosig Kadri Morina, rëmbejnë biznesmenin në mes të kryeqytetit. Zhvendosemi me një tjetër zhvillim, babëzia me ASHK-n Vlorë, ASHK-ja do të pra Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Rajonale e ASHK Vlorë, simbol korrupsioni, jashtë i menaxhojnë grupet me interesat korruptive në hipotekën e Vlorës nga drejtuesi i saj Albion Koçi, skandalet me ryshfete deri në 100.000 euro dhe lidhjet nepotike të Mon Kukaleshve me piramidën. Ecim në tjera zhvillime. Kryeministri Rama, diaspora tashmë pjesë e vendimarrjes me votë dhe integrimit europian. Samiti 4 i diasporës çeli punimet me pjesëmarrjen e shqiptarëve nga 38 vende të botës. Presidenti i Republikës Profesor Dr. Bajram Begaj ka deklaruar: studentëve në Maqedoninë e Veriut u lejohet dhënia e provimeve në gjuhën shqipe. Përshëndetjet e figurave të diasporës dhe të zyrtarëve nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, si dhe kritika në samitin e diasporës nga punonjësit e bashkive sociale, narko-eurot shkatrojnë ekonominë. Banka e Shqipërisë u detyrua të blejë 1 miliard euro duke shkaktuar rritje të çmimesh. Aurontare deklaron Shqipëria drejt modelit Beirut me ligjet monopol. Kryegjyshi botror Bektashian, pra bëhet fjalë për Haxhi Dede Edmond Brahimaj, është zhvilluar në Elbasan ceremonia e dhënies së titullit Nderi i Qarkut Elbasan, kryegjyshit botror Bektashian Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj, në vlerësim të kontributit të tij të spikatur si klerik, atdhetar dhe intelektual në përmbushjen e misionit Bektashian. Pa atë dhe nuk kafe. Rubrika Mozaik dhe aktualitet në këto momente, mjekësi, ja ushqimet që ju dobësojnë lidhjet mes zemrës dhe rënjes së dhëmbëve, masazhet me vaj dhe akull për shiatikun dhe ujë për aktivitetin e trurit, sport Gentian Begeja, ndeshje duken si bomba që do të shpërthejnë në fush, Agim Meto, Laçi ngjitet në superiore, ja renditja dhe ndeshjet e radhës. Nga Dritan Demiraj mund të lexoni samiti diasporës apo samiti i turpit. Profesor Arben Malej shkruan, Rama Berisha kthejnë në tavolinë marrëveshjen e vitit 2008, marrëveshje famshme vitit 2008. Përfunduam edhe me gazetën Telegraf, zhvillimet e pasura në faqen e parë në këtë të përditshme, zhvendosemi në Panorama Sport, do të gjejmë dhe do të marrim zhvillimet sportive me futbollin në vend, por dhe atë në arenën europiane tek Champions League. Zhvillimi kryesor ka të bëjë me kategorinë superiore, e kemi në ekran. Eni Imami deklaron, Tirana mbijeton, Dinamo e arrin zonën e Final Four, pra të katërshes. Ish mbrojtës i të dy skuadrave analizon formën dhe objektivat e kryeqytetësve. Uroj që në këtë derbi të fitojnë bardhë dhe blut për të qëndruar në superiore. Statistikat e golave, Shqipëria është cinike, sulmi kuqezi nuk krijon shumë. Vjoj me futbollin në vend, flamurtari, Mezani, fajin e kanë futbollistët, jo trajneri. Partizani, 5 ndeshje sa një sezon, bilanci flet për demat. Gardiani, Elbasani, Totoshi, duam kampionatin dhe kupën. Shojmë tjera zhvillim nga futbolli në vend, bardhë e blut, 21 pikët e Tiranës, 2026 i lëtargën vitit të shkuar. Intervista, Bërsheni, Vllaznia mori ato që duhej, tani vlejnë vetëm numrat. Kategoria e parë, finalja Laçi e Pogradeci mobilizojnë 2 tifozerit. Ngjitja, Skënderbeu mendjen tek Kastrioti dhe veshët në Kurbin. E kalojmë në këto momente në të shpërmenda UEFA Champions League. Atletico muri pakalueshëm, Barça jashtë Championsit, eliminohet në çerek finale ekipi Barcelonës. Katalanësit nuk ja dalin në Madrid. Vari dhe Lukman u prishin mundësinë e kualifikimit. Në Angli, francezët mundin me 2 gola Redsat, skuadra e Slotit dorëzohet pa kushte. Atëherë dje Atletico Madrid Barcelona 1-2, Atletico kishte fituar 2-0 në ndeshjen e parë me rezultat të përgjithshëm, pra
kualifikohet Atletico Madrid, rezultati i përgjithshëm do të thotë 3-2. Liverpool Paris Saint-Germain 0-2, francezë dhe PSG-s kampionët fuqi të Championship kishin fituar të ndeshjen e parë 2-0 me rezultat përgjithshëm 4-0. Paris Saint-Germain kalon më tej. Pra, Atletico Madrid dhe Paris Saint-Germain janë dy ekipet e parë gjysmëfinaliste të këtij edicioni të UEFA Champions League. Sonte luajnë Bayern Munich, Real Madrid dhe Arsenal Sporting i Lisbonës. Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport. Zhvendosemi me median online në këto momente. Do të kemi mundësi që të jemi me shqiptare.com, faqen e zyrtare në internet, dhe do të gjejmë dhe do të marrim zhvillimet e orëve dhe minutave të fundit. E kemi në ekran, fokusohemi më konkretisht. Zhvillimi kryesor patjetër ka të bëjë me ngjarjen e regjistruar dje në kryeqytet. Zjarri përpin pallatin tek Arlis në Tiranë, dyshohet se nisi nga biznesi katit të parë, 11 persona mbetën të lënduar, flakët vihen nën kontroll pas 4 orësh. Shoqërohet edhe me një video, pra keni mundësi që edhe pa klikuar në brendësi të lajmit të shihni në video në pamje, pra me njëherë duke klikuar në shqiptare.com çfarë situate ka pasur ditën e djeshme. Ka edhe pamje me dron, gjithçka e bërë shkrumb e hi. Absolutisht një problematik shumë e madhe. Për të mbetur tek i njëjti argument dhe më pas për të vijuar me zhvillimet tjera, zjarrit e kompleksi Arlis dhe precedentët, materialet e lira dhe të papërshtatshme në fasada ndihmojnë për hapjen e flakëve. Bota, lufta në Iran, shtëpia e bardhë bën me dije, bisedimet e reja në Pakistan brenda 2 ditësh, 6 anije ndalohen në Hormuz nga blokada e Trump, presidenti i Kinës ka bërë gati një plan me 4 pika për paqen dhe do të kalojmë në këto momente në editorialin e ditës për në qëndrimin redaksional. Dhëndri, pas 6 vitesh gënjeshtra e saktëson, po, tokën ku ndodhet Report TV tani e ka shteti, por para 100 vitesh ka qenë private. Me versionin e ri të paraqitur sot para kamerave, që në fakt syrje ka fshirë urgjentisht nga video publikuar online me urdhër të familjes, pasi pjesa inteligjente e saj e ka kuptuar se Abi kishte bërë gafën e radhës. Ja marrë Berisha së bashku me, lexoni më tepër në brendësi këtë qëndrim redaksional. Kalojmë në këto momente nga shqiptare.com tek mediat ndërkombëtare. Do të vijojmë me njëherë dhe së pari do të jemi me Corriere della Sera, duke marrë zhvillimet në arenën ndërkombëtare dhe duke marrë lajmet apo zhvillimet më të përditësuara, më të fundit. Kjo është më e rëndësishme, madje të minutave të fundit, jo thjesht të orëve të fundit. Jemi në këto momente me situatën e luftës. Çfarë ka ndodhur është një zhvillim me të vërtetë i minutave të fundit, sepse rreth orës 5:30 apo orës 6 nuk ishte ky material. Në Hormuz, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndaluar, sepse kanë vendosur një blokadë në ngushticën e Hormuzit, kanë ndaluar 8 cisterna, 8 anije naftë mbajtëse, dhe duke theksuar që bllokimi i ngushticës së Hormuzit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është në fuqi. Ndërsa Donald Trump ka deklaruar, unë shpresoj që të jetë kështu dhe ta marrim si një lajm mirë pozitiv, Donald Trump, presidenti amerikan, ka deklaruar që lufta thuajse ka mbaruar. Kjo është e rëndësishme, tani reagimet, qëndrimet, kërcënimet dhe gjithçka tjetër le themi ka bërë presidenti amerikan gjatë kësaj periudhe, kështu që nuk di nëse mund të lexohet saktë apo jo, por ne po të citojmë eksaktësisht çfarë ka thënë presidenti Shëbave, lufta thuajse ka përfunduar. Nga ana tjetër, edhe ditën e djeshme ka qenë i hedhur në sulm në një farë mënyrë. Donald Trump ka sulmuar kryeministrin e Italisë Giorgia Meloni, me të cilën për vërtetës në një farë mënyrë ka shkuar mirë. Dhe Giorgia Meloni edhe është përgjigjur, duke theksuar që pse ju sulmoi Donald Trump, ajo ka bërë me dije që unë në qëndrimet e mia në luftën në lindjen e mesme kam qenë më e qartë dhe më e drejtë për drejtë, pra se shumë lider të tjerë, dhe më pas ka zgjedhur pra që në një farë mënyrë dhe të mos replikoj. Por eksaktësisht çfarë ka thënë Donald Trump për Corriere della Sera, për median që ne po shfletojmë në këto momente, në Itali në lidhje me kryeministren italiane. Ka theksuar që Meloni nuk dëshiron të na ndihmojë,
Kjo është e papranueshme për ne, ka theksuar, dhe unë jam i shokuar që Giorgia Meloni apo kryeministri italisë nuk në ndihmon. Nga ana tjetër, është pyetur sërish për Papën, për Radhin e Shenjtë, dhe Donald Trump ka theksuar se nuk kupton në një farë mënyrë asgjë se çfarë po ndodh në Iran. Këto ishin zhvillimet kryesore, patjetër që ka edhe tjera, ka dhe një material që vlerëson çdo aspekt pratë presidentit Amerikan, edhe elementet patologjik të tij, gjithsesi edhe ato janë çështje tjera, por ndoshta të shpresojmë dhe të mbetemi me këtë deklaratë të presidentit të SBA-ve që lufta thuajse ka përfunduar. Shpresojmë që me të vërtetë të jetë kështu. Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore edhe në Corriere della Sera, dhe pak a shumë kjo është ajo që ndodh edhe me luftën në lindjen e mesme. Që do thotë, ne kemi mbritur në fund të gjithë pasqyrës së shtypit për ditën e sotme, për mëngjesin e kësaj të mërkure. Me mediat që na kanë mbritur në redaksi, pra shtypi i shkruar, por edhe me mediat online, ku gjetëm dhe morëm zhvillimet më të fundit. Pak reklama, rikthehemi më njëherë për të vjuar me shtypin e ditës dhe ju.